Dashi. Planetet sot do përforcojnë energjinë tuaj dhe dëshirën për të realizuar çdo ide të re. Në çift do tregojeni më të hapur dhe bashkëpunues me partnerin, duke forcuar marrëdhënien dhe menduar hapa drejt një angazhimi më serioz. Beqarët do kalojnë një takim interesant, por nuk do kërkojnë lidhje të re. Më mirë shijoni momentin pa presion. Në punë, detyrat janë të shumta dhe do bashkëpunoni ngushtë me kolegët për të arritur rezultate të larta. Aftësitë organizative do ju ndihmojnë të menaxhoni çdo sfidë profesionale. Financat do kenë vështirësi, ndaj kërkoni këshilla nga specialistët për të shmangur gabimet e pasikurta. Një plan i qartë buxheti do ndihmojë të ruani qetësinë mendore. Demi. Dinamizmi dhe entuziazmi do jenë alev të fuqishëm gjatë kësaj dite, duke ju bërë burim shprese për të tjerët. Në çift do mbizotëroj dielli i komunikimit të hapur, do kuptoni gabimet e mëparshme dhe do sillni qetësinë në marrëdhënie. Beqarët do përjetojnë disa takime rënvyese dhe do kenë nevojë të ndjekin intuitën për të zgjedhur drejt. Në punë do preferoni diversitetin në detyra dhe do merrni me kënaqësi sfida të reja. Rutinë nuk do ketë. Marsi e Jupiteri mund të krijojnë tronditje në financa, ndaj mbani një sy në buxhet dhe shmanni shpenzimet e panevojshme. Prioritizoni kursimin që të përballoni çdo rast emergjent. Binjakët. Sot do ndjeni një dëshirë të fortë për të marrë rolin e liderit, por çdo vendim hidheni me maturi për të mos lënduar miqt apo partnerin. Për çiftet, mos impononi dominimin, sepse Jupiteri mund të nxjisë mosmarrëveshje, bashkëpunimi duhet të jetë parsor. Beqarët do kenë mundësi të shumta për takime falëndikimit të hënës, përdoreni rastin për të zgjeruar rrethin, pa u fokusuar vetëm tek një person. Në punë, kërkimi i informacionit dhe dëgjimi i këshillave të tjerëve do përmirësojnë cilësinë e rezultateve. Financat do jenë të paqëndrueshme, shmanni transaksionet e mëdha dhe ulni shpenzimet për të ruajtur stabilitetin. Një plan rezervë financiar do ju shpëtojë në raste emergjente. Gaforia. Marsi sot do sjellë tension dhe frikë për të shprehur lirshëm, prandaj bëni kujdes me fjalët dhe mos luani me ndjenjat e partnerit, përndryshe do përfundoni të lënduar. Beqarët do kenë pasiguri për dëshirat e tyre, ndaj shmangni angazhimet e nxituara. Prisni derisa të ndiheni absolutisht të sigurt. Në punë, suksesi do vijë vetëm përmes bashkëpunimit. Punoni në grup dhe pranoni ndihmën e kolegëve për të realizuar objektivat. Financat nuk do jenë keq, por ju këshillojnë maturi në shpenzime. Mos u rrezikoni pa plan. Mbani një bilanc të detajuar shpenzimesh për të ruajtur qetësinë. Luani. Misteri i ditës do tërheqë shumë njerëz drejt jush, duke forcuar jetën sociale më shumë se sa prisnin. Në çift, debatet e njëpasnjëshme mund t'ju lodhin, prandaj diskutoni me durim dhe mos kërkoni shpërfillje. Bashkëpunimi do rikthejë harmoninë. Beqarët duhet të shmangin personat e shenjave të binjakëve e luanit, pasi keni shumë karaktere të kundërta. Fokusohuni tek afiniteti real. Në punë do keni energji për të mësuar dhe për të ndarë njohuritë tuaja me të tjerët. Kjo do forcojë reputacionin profesional. Të ardhurat mund të përmirësohen fal një shëmit të papritur nga një punë e bërë më parë. Kujdesoni ta investoni mentor. Mos harroni të festoni çdo arritje të vogël për të ruajtur motivimin. Virgjëresha. Vendosmëria juaj sot është shembull për të tjerët dhe do arrini të mbyllni detyrat më të vështira pa probleme. Në çift, bashkëpunimi me partnerin do përmirësojë marrëdhënien, ajo do plotësojë çdo dëshirë dhe zemrat do rriten. Beqarët do kenë mundësi për një dashuri të sinqertë, mos hezitoni të japin hapin e parë kur ajo shfaqet. Në punë, fokusi te objektivat do sigurojë suksese të vazhdueshme, respektoni rutinën dhe mos lini asgjë pas dore. Financat do jenë të rrezikuara nga tendenca për shpenzime pa kontroll. Bëni një plan prioritetesh për të shmangur pasojat afatgjata. Një strategji kursimi mujore do jetë qetësi për stabilitetin e ardhshëm. Peshorja. Sot shmangni nxitimin dhe analizoni çdo situatë thellë përpara se të veproni. Marrëdhënia juaj në çift do jetë e qëndrueshme. Edhe pa shumë pasion, bashkëpunimi dhe mirëkuptimi do mbizotërojnë gjithë ditën. Beqarët do përfitojnë nga mbështetja e Jupiterit për të tërhequr vëmendjen e atij që u pëlqen, prandaj veproni me vetbesim. Në punë, ritmi i shpejt nuk do ju trem. Do hidhni çdo hap me maturi dhe do bashkëpunoni me kolegë për të arritur rezultatet më të mira. Me shpenzimet, tregoni të matur dhe rrallëherë merrni hua, sepse çdo borxh mund të shndërrohet në problem të vështirë më vonë. Një plan kursimi i thjeshtë do ju ndihmojë të ruani stabilitetin financiar. Akrepi. Gjatë kësaj dite do reflektoni më shumë para se të veproni dhe do kuptoni rëndësinë. Maturisë.
Marsi dhe Neptuni do jenë mbështetje e madhe për veprimet tuaja, ndërsa Dielli e Jupiteri do forcojnë lidhjen me partnerin, sidoqoftë, Plutoni mund të ngjallë debate të kota, prandaj mos lejoni që fjalët e të tjerëve t'ju ndikojnë. Beqarët do përjetojnë një romancë të bukur, si në skenë filmi, dhe do ndihen plot emocione. Në punë mund t'ju duhet pak kohë për të rifituar vetbesimin, por përqendrimi vetëm te projektet tuaja do sjellë sukses. Financat do fillojnë të stabilizohen nga pak. Gërmoni për mënyra për të korrigjuar gabimet e së shkuarës dhe për të forcuar buxhetin. Shigjetari. Sot do dilni nga hija dhe do ndiheni të vlerësuar sikur më parë. Jeta juaj me shkëlqim të ri. Në çift, heqni çdo dyshim duke komunikuar sinqerisht me partnerin, kështu do afroheni edhe më shumë. Beqarët që ëndërruan dashurinë e madhe do habiten nga zhvillimet e papritura, prandaj përgatituni të hidhni hapa me guxim. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do jetë natyror dhe do lehtësoj përmbushjen e objektivave, edhe pse do kërkoj fleksibilitet. Financat janë me fat, por mos i veni pa kriter në shpenzime. Ruani maturinë dhe mos e etiketoni çdo rast si investim pa i shërtuar mirë. Një plan rezervë financiar do sigurojë qetësinë mendore dhe gatishmërinë për sfida të reja. Britsjapi. Sot shmanni për ballet e panevojshme, pasi diskutimet e gjata mund të çojnë me lodhje emocionale. Marrëdhënia në çift do lulëzoj me diplomaci. Kërkoni me kujdes ato çka dëshironi nga partneri dhe do gjeni mirë kuptim. Beqarët do përjetojnë takime mbreslënëse falë ndikimit të Jupiterit, mos humbni mundësinë për të njohur më thellë me çdo që tregohet i interesuar. Në punë, mëngjesi mund të jetë delikat dhe shpërqendrim, por pasdite do rifitoni fokusin dhe do hidhni hapa që më parë dukeshin të pamundur. Financat pritet të përmirësohen ndjeshëm. Mund t'i bëni disa investime strategjike, por ruani disiplinën në buxhet dhe shmanni rreziqet e pafrazuara. Ujori. Sot hëna e Venusit do ngritin humorin tuaj dhe do ju bëjnë të shihni çdo gjë me pozitivizëm. Në çift, besimi ndërsjellë dhe komunikimi i hapur janë çelësi për të mbajtur marrëdhënien të qëndrueshme. Largoni xhelozinë e tepërt dhe fokusohuni te intimiteti. Beqarët duhet të lënë planifikimet anash e të përfitojnë nga surprizat e ditës, pasi mund të lindin mundësi interesante pa paralajmërim. Në punë, kritikave të kolegëve shikojini anën pozitive, ato mund t'ju ofrojnë mësime të vlefshme. Marsi do ndikojë tek buxheti me fat të vogël, shfrytëzojeni për të stabilizuar bilancin. Një pushim i shkurtër në natyrë do rigjallërojë energjitë për fillimet e reja. Peshqit. Hëna sot do ju bëjë më konkret në vendime dhe do nxit vendosmërinë. Në çift do ndjeni ngrohtësi dhe harmonizim, do dëshironi të kaloni kohë cilësore me partnerin dhe të provoni gjëra të reja në çift. Beqarët, duke i kushtuar rëndësi profesionit, mund të anashkalojnë dashurinë, kujdes, sepse koha për ndjenjat mund të mos u kthehet lehtësisht. Në punë, vendosmëria dhe vullneti do ju ndihmojnë të kapërceni çdo pengesë. Nëse po kërkoni mundësi pune, Jupiteri mund t'ju hapë dyrë të reja. Financat janë të qëndrueshme dhe mund të realizoni investimet që keni planifikuar, megjithse kujdesi në buxhet mbetet gjithmonë i nevojshëm. Një agjent financiare do ruaj ekuilibrin afatgjat.